Bismillah. Për shëndetje nga kuzhina në njerit, sot kam vendosur me përgatit eklera që bëhen shumë më të mirë se në ëmbëltore. Normal, shumë më të mirë kur them, ajo dihet sepse I përgatitin vet. Krejt që na nevojitën mas pari për kremin janë 800 ml me qumësht të ftoftë, gjys gote e 200 ml me miell, gjys gote e 200 ml me nisheste. Këtu në Gjermani po e gjen në çdo market ushqimor shpajze shteke, 1 gotë e 200 ml me sheqer. Mandej, 1 lugë të gjellës ose 50 gram me gjallë për ndryshe buter, 1 kuq të ves, 1 sheqer vanile, ma vonë kur të ftofet kremi e marrim 1 filxhan të kafes me qumsht, pra 50 ml, edhe 1 krem santi, e shifni, e blej gjithmonë tek turqit, ju në Kosovë pra bleni shlag. Pra 1 krem santi, 1 shlag për ndryshe, me 50 ml qumsht, e tundi me mikser, pra tani e shtojmë tek kremi. Mandej për brumin na nevojitën 4 vezë, 1 lugë të mes me sheqer, pak krip, siç po shihni në lugë çajit, 200 ml me ujë të ftoftë, 100 gram me buter për ndryshe gjalp, në anën tjetër komor, pra 1 gotë e 200 ml plot me miell, edhe krejt në fund na nevojitën normal 200 gram çokoladë të zezë për me I ly pra eklere. Bismillah, fillojna me përgatitjen. Fillojna mas pari pra me përgatitjen e kremit. Bismillah, marrëm 800 ml me qumsht. I hedhim në tenxhere, e kemi lëshu edhe shporetin, mandej shtojna 1 gotë 200 ml me sheqer, shtojna gjys gote të 200 ml me nisheste, gjys gote të 200 ml me miell, edhe marrim 1 tel tetores, ku fillojna me I përzi. E përzina kremin deri sa të fillon pra me u trash, sikurse po dimë. Tash veç ka fillu siç po shihni me u trash edhe kremi. E përzina normal pa ndërprej hiç. Tash të shtojna gjalpen, shtojna sheqer vanilën, se dhe 1 kuq të ves, edhe I përzina rat. Edhe këta 3 përbers, pa ndoj. Kremin e kemi përzi mirë, e shifni nuk ngjitet për tenxhere kur e përzina pa ndërprej. E largojna tash tenxherën, ondash e qesim kremin në një enë tjetër, ku edhe mbulojna me folje nylon të kuzhinës edhe lajna deri të ftofet krejt, pra tash ku aftoft drejtare pështim. E kemi qit pra kremin në enë tjetër, e mbulojna kështu me folje. Përgatiten shpejt, se me të vërtetë edhe vajza ime din me qit qita, se është shpejt, ju duket ndoshta vështirë, por është tepër lehtë me përgatit edhe tepër bëhen shishëm. Tash të pra qesim kremin kështu drejtare që kemi mbulu që të ftofet. Tash në anën tjetër, bismillah, fillojna përgatitjen e brumit. Marrim prap tenxherën, shtojna 100 gram me gjallë. Edhe e shkrina gjallëpën sikurse për hallë kur përgatitim. Është shkri gjallëpa, tash të marrim ujë. Shtojna ujën. Shtojna kripen edhe sheqerin.
Tash marrim mielin, një gotë ujë miel, 200 ml gotë edhe përzina prapë sikurse hallën për të përlojna. Përzina mirë deri sa nuk shitet mieli ka shtretër, për mo blumi tamam. Edhe blumi është gati. Tash edhe blumin e marrim, e qesim prapë në enë tjetër, edhe këtë e mbulojna me folje najlon të kuzhinës prapë. Edhe lojna sikurse kremin që të ftofet në dritare. Mandej ashtojna një nga një 4 vezë. Kremit ja shtojna mandej, pas e kemi tumë, këtë shlagu nëse krem sante me qëmsht e bashkojna me kremin, por s'pari lojna 2 në uftu. Bas është ftuhur brumi, tash ja largojna foljen e kuzhinës, edhe bismillah e shojna tash mikserin. Shkojna duke shtu vezë një nga një. Furrën e qojna në nxehtë me parë, temperaturë 180 gradë që t'jetë furra pra e nxehtë. Pasi që është bashku mirë, edhe është përzi brumi me vezë, tash e nali mikser. Kështu pra duket brumi. Tash e përzina brumin veç pak kështu me lugë, edhe marrim një qese që është për shlag, e mbushim me brumin. I marrim këto qese që janë për mi mbush me shlag, tash ti me gërshon i prejna edhe pak pra. Që marrim qesen, edhe marrim një gotë, po mbushim edhe qesen me brum. Tek tepsia kom qik lete për pjekje. Furra veç është nxehur, tash I qesim edhe e klirës të brumin. Me njerë të tutëm tepsinja me furrën e nxehur. Tash të bismillah pra qesim edhe e klirat në tepsi.
përmbushim edhe brumin e fundit. Basi kemi qitë e kleat shto ne të psi tash duhet i kemi lag me ujë pak edhe këto kur kemi prej pra me gërshon veç ja bojna formën më të mirë që mos të mjesim kështu keq. Me ujë pra i lagni gishtat. Furrën e kemi nxehtë si thash pra me parë në temperaturë 180 gradë me njëherë tash i fusim eklerat në furrën e nxehur me u pjek. Derisa të pjekën eklerat tash te edhe kremi është ftofur. Ja largojna edhe kremi pra folën e kuzhinës. Në anën tjetër tash e kom marrë një bakall ku e qesim pra këtë krem santi ose shlagju në Kosovë ka 75 gram edhe shtojna 50 ml me qumësht të ftoftë. E tundi me mikser. E kemi tund edhe shlagun. Tashti e përzina kremin. Pasi që e kemi përzi kremin me mikser, tash marrim këtë shlagun që e kemi tund me qumsht edhe e bashkojna me kremin edhe prap dyat bashk i përzina edhe lojna kremin në frigorifer derisa të ftohet. Kemi përzi edhe kremin duket super. Tashti e nali mikserin edhe kremin e mbulojna prap me folën e lajna prap në frigorifer deri të ftofën eklerat. E kemi hek tepsin prej furrës, eklerat e kemi pjekë në temperaturë 180 gradë për 40 minuta për këto motrat se s'pe kuptojnë këto Shqipërisë për ndryshe 40 minuta. Edhe tash i lojna me u ftof që të ftofën krejt. Në anën tjetër tash e kom marrë çokoladën edhe ja qes një lugë të gjellës me vaj tek çokolada edhe qes këtë enën për mi një enë tjetër ku për funi pra është ujë i val të e përzit të u shkri edhe lojna hazër. Erklijat e lojna me u ftof. Është shkri çokolada siç po shihni perfekt. Tash të marrim prap këtë qesën që është për shlag edhe e mbushim me kremin që kemi hek pra prej frigoriferit. Eklerat janë ftohur. Këtë formën ja qesim brenda. Edhe bismillah marrim tash fiken i prejna në mes. Besa as në mbretores keni me hangër ma të mirë. Se qëta, nëse i përgadetni, bindeni vetë. Tash e marrim këtë qesën edhe mbushet me krem. Këtë pjesën tjetër e lyna në çokoladë. E shkunim prap, veç pak që të kollohet, edhe ja qesim përmi. Pra vajën një lugë të gjellës, ja qes sepse
shkelqen çokolada. Edhe I lojna prap në tepsi. Kështu deri në fund shkojna duke I prerë mes, duke I mbushur me krem edhe duke ly pjesën tjetër me çokoladë. Mundeni edhe kështu pra, I prejni mes, I mboshni krem, ja qitni atë pjesën përmi, nëse ju vjen pra ma lehtë, edhe I lyni në çokoladë, pra cilën variant juve ju vjen ma lehtë, ato e bëni. Dyjat pra kryesoja me ly me çokoladë. Tashti I lojna eklerat që të pushuajnë pra që të ngrihet pak çokolada, I lojna kështu në tepsi. Mbasi është ngri çokolada, tash përmi veç pak ja qesim kështu nga çokolada që na ka tepru, ose e merrni një plastik kështu, ose e merrni një qese najloni që I shtina pra ushqimet në friz edhe me çokoladën e tepruar ja u qesim përmi. Dalin perfekte që s'keni mendru asnjëherë edhe shumë më të mirë se e ëmbëltore. Neve na befshin mirë e juve po ashtu nëse I provani. Faleminderit për përkrahjen që ma bëni, komentet e bukura. Deri në recetën e radhës nga kuzhina Nerit ju them mirë pofshim.